Ulja drastike e numrit të bagëtisë së imët, por edhe gjedhve në Dibër është një fenomen që po ndodh çdo vit, duke qenë se Dibra është shumë e favorshme për zhvillimin e blegtorisë. Para viteve 90 kishte me mira krerë të imta, por edhe gjedh. Numri i krerëve ka rënë në mënyrë drastike. Në zonën e Maqellares banorët thonë se dikur kishte më shumë se 15.000 krerë bagëti të imta, e cila kullohej në bjeshkët e zonës, por sot numri ka rënë në mënyrë drastike pasi ka shumë pak blegtor që kanë numër të kufizuar. Banorët shprehen se me këtë periudhë bjeshkët të pushtoheshin nga blegtoria, e cila kthehej në burim të ardhurash për shumë familje të Maqellarës, por sot malet janë krejtësisht të bosh. Blegtoria në zonën e Maqellarës ka pas shumë bagëti, si të imta, ashtu edhe bagëti të trasha. Kurse sot bagëtia imt është drejt zhdukjes, edhe të trashat drejt zhdukjes, ne majmë ka një lëp, 2 vetë jemi në shtëpi, qumë si s'kemi ku ta çojmë. Ka pas për para shumë, të 15.000. S'ka 200 dele. Ka pas rapat, komona gjitha ne. Komona. 10.000 e 15.000 kokë ka pas. Nuk ka 500, nuk besoj të ketë 500. Jo, as 100 nuk të ketë. Se gjithë kjo është kollat kot. A dam, a bësh. Ku da e rëbi. Higo e punë. Ka maru. Ku ka jetë pa blegtori? Dhe të hamë gjelbin, na bje për jashtë. Ku dim që hamë ne për jashtë? Hamë zonë për jashtë, nuk dim që hamë, nuk e ku të lëmë. Nuk dim, nuk e ke mirë vetë lëpën, nuk e ke mirë vetë dhijën, nuk e ke mirë vetë delen. S'ka më, ka hikë puna. Për banorët e Maqellarës, shkak kryesor i kësaj situate është mungesa e një politike të mirëfillë mbështetje ndaj blegtorisë nga institucionet shtetërore. Kjo ka bërë që shumë blegtorë të heqin dorë nga mbarështimi të imtave e gjedhve, ndërsa të rinjt largohen jashtë vendit për një jetë më të mirë. Kanik të rrisë, kemi të rikë. Po kjo ka ardhur nga se rinia ka ikë jashtë vendit. Ka ikë jashtë vendit se këtu s'ka s'bën rinia. Pa punë, ç'do bësh? Detyrimisht shkon punën në vendet huaja, në Itali, djemti kam të di në Itali me familje, unë jam vetëm me grua këtu. Sa jemi ne, jemi të i punu si to toka, sa jemi ne gjallë. Po si të vdesim ne, rinia fëmijët nuk të vinë këtu. Se fëmijët aty në rriten jashtë shtetit. Ato nuk vinë këtu. Ato janë shkolla agji. Ato jetojnë agji. Kushtet i kanë shumë të majra agji, se kom qenë gjatë diherë në Itali edhe unë. S'pat kush orti, nuk pat më njëri këtu. S'pat kërkush. Shumica jam ka 2 vetë, shumica. Mund t'jenë një 10 familje mund t'jenë me fëmijë kështu, po tjerë jam këtë ka di. Për zotin këtë ka di. Këtë ka di. Nuk e di. Se si të shko ke punë, nuk e di. Zoti e bëfë më e këtë punë, se ne nga ka maldumi. Të shko asë sen, asë zhurë fëmish nuk ka, asë sen nuk ka, asë djesë nuk ka. Ka met, ka 2 plesh, zhde shpi, ka një këtë në migracion. Ashtu si braktisja e fshatrave nga banorët, i njëjtë është edhe fenomeni i bagëtisë, e cila po zhduket dita ditës.